Drejtuesi politik i koalicionit Euroatlantik Lulzim Basha ka publikuar një videomesazh në rrjetet sociale ku i drejtohet socialistëve të ndershëm dhe i ftuar të reflektojë për zgjedhjet e 11 maj. Ai thotë se po mbështesin një regjim që ka pasur një grusht njerëzish në kurisë të qytetarëve të zakonshëm. Kam një mesazh për socialistët e ndershëm, jo për ata të 77-313-ës. Pse pranoni të trajtoheni si dele, si njerëz pa tru që u tërheqin nga unda. Në 2013 të paktën doni të vini në pushtet. Po kësollet në pushtet. Kush përfiton? Ju, familjet tuaja, apo Lalieri, Saja, Benameta, Ilir Beqa, Ilir Meta, Gjush Dako, Ter Koka, Vis Roshi dhe gjithë qeta e tyre. Ju dhatë pushtetin, ata e ndarë mes kriminelve, të korruptuarve, përdhunuesve dhe trafikantëve. A nuk ndjeni të turp? Ju, që kurseni deri dhe nga buka e gojës për të arsimuar fëmijët tuaj, kur ai ju dorëzoi pushtetin banditëve, dhe ju prap nga pas si dele. Rezultati, parat tuaja në xhepat e pushtetarëve, ndërsa ju prap me gisht në gojë. A nuk ndjeni të turpruar kur i shihni ata që ju keni besuar, i keni votuar, duke notuar në parat vjedhura, të mykura në përbodrume, kurse ju s'mund bëni dot asnjë javë pushime. Ata ju vjedhin, ju poshtrojnë, ju gënjejnë, ju lënë pa bukë, pa tarme, dhe prap ju tërheqin pas si derrat në luc. Me 11 maj tregoni që nuk jeni dele. Shumë prej jush kanë reflektuar, shumë prej jush e kanë kuptuar se nuk mund të vazhdojnë të votojnë për të pasuruar një grusht njerëzish dhe për mbajtur mbi supe njollën e turpit të një grupi që ju ka shërbyer vetëm të korruptuarve dhe vetëm kriminalëve. Ju e keni në dorë. O jeni me Shqipërinë, o jeni me Edi Ramën. Nëse jeni me Edi Ramën, jeni kundër Shqipërisë, jeni kundër familjeve tuaja. Basha i bën thirrje qytetarëve që të distancohen nga Edi Rama dhe të zgjedhin Shqipërinë, jo krimin dhe korrupsionin.